Civil Media. Atëherë, përshëndetje dhe nga ana ime, dhe me lejoni që në emrin tim personal dhe në emrin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve t'ju falenderoj për interesin e treguar për këtë pres konferencë. Në prag të zgjedhjeve presidenciale 2019, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve është duke ndërmarrë një sër aktivitetesh përgatitore finale para shpalljes së zgjedhjeve. Ndër aktivitetet të cilët i ndërmarrim, e kemi patjetër t'i përmendim edhe bashkëpunimet dhe takimet me institucionet tjera shtetërore si dhe me akterët dhe palët e tjera të interesuara në procesin zgjedhor. Institucion me të cilin Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka bashkëpunim strategjik sa e përket zgjedhjeve është edhe Ministria e Punëve të Brendshme. Në këtë drejtim, e gjithmonë duke patur parasysh realizimin e të drejtës zgjedhore të gjithë qytetarëve të cilët e kanë fituar të njëjtën, është edhe deklarata e sotshme drejtuar juve mediave dhe qytetarëve. Sipas kodit zgjedhor, Ministria e Punëve të Brendshme, ditën e ardhshme, pasi të shpallin zgjedhjet, obligohet që deri te Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve t'i dorëzojë të dhënat e qytetarëve të cilët më pas do të regjistrohen në listën zgjedhore. Kjo do të thotë që Ministria e Punëve të Brendshme, deri te Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, i dorëzon të dhënat e qytetarëve të cilët janë të moshës madhore, përkatësisht kanë të mbushur 18 vjet e të cilët në ditën e zgjedhjeve kanë letër njoftim ose pasaport biometrike valide. Pasi që dokument valid konsiderohet vetëm dokumenti i lëshuar nga Ministria, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ju bën thirrje të gjithë qytetarëve të cilët dëshirojnë të realizojnë të drejtën e tyre zgjedhore në zgjedhjet e ardhshme presidenciale, t'i marrin këto dokumente personale të përgatitura nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Domethënë letër njoftimet dhe pasaportat për të cilët kanë aplikuar në ndërkohë. Këto dokumente qytetarët të cilët kanë aplikuar mund t'i marrin nga shërbimet administrative të Ministrisë. Andaj apelojmë deri te këto qytetarë që këtë gjë ta bëjnë deri të premten, gjithsesi deri në 8 shkurt 2019. Po që se nuk i marrin dokumentet e tyre personale, atëherë këto qytetarë nuk do të jenë pjesë e listës zgjedhore e cila do të vendoset në kontroll publik. Kolegët tanë nga Ministria e Punëve të Brendshme na informojnë se seksioni për punë administrative Shkup, si dhe zyrat në Manastir, Veles, Kumanov, Ohër, Strumic, Tetov dhe Shtip punojnë çdo ditë prej orës 7 deri në ora 21, ndërsa secilën të shtunë të parë të muajit gjithashtu punojnë prej orës 8 deri në ora 16, ndërsa zyrat rajonale në ingerenca të Ministrisë së Punëve të Brendshme gjithashtu punojnë prej ora 7:30 në mëngjes deri në ora 16:30. Gjithashtu, ju bëjmë thirrje qytetarëve që ta kontrollojnë afatin e dokumenteve të tyre personale. Dhe nëse afati i dokumenteve të tyre personale skadon një ditë para ditës së përcaktuar për mbajtje të zgjedhjeve, atëherë apelojmë që këto qytetarë të aplikojnë për dokumente të reja. Ndërsa të njëjtët apelojmë gjithashtu që të bëjnë kontrollim të vazhdueshëm të listës zgjedhore në zyrat rajonale gjatë të kohës së kontrollit publik të listës zgjedhore si dhe kontroll në web aplikacionin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve i cili është i vendosur apostafat për kontroll në të njëjtën. Faleminderit. Civil Media.